Tani, le të flasim pak për 3 parimet e vetme të paras që duhet t'i dish patjetër nëse do të bëhesh i pasur dhe të mbetesh i pasur. Sepse loja nuk është të bëhesh i pasur, por qëllimi është të qëndrosh i pasur. Ka shumë parime rreth paras. Kur shikoj ditarin tim personal, shoh gjitha ato gabime që kam bërë dhe janë afërsisht rreth 1000 gabime. Por kam zgjedhur vetëm 3 që besoj se janë më të forta dhe pikërisht këto dua të ndaj me ty sot. Parimi i parë i paras është mjeshtrimi i trekëndshit të pasurisë. Tani kemi një trekëndësh pasurie që unë kam quajtur si tillë. Parimi numër 1 është që unë e quaj mjeshtrimi i trekëndshit të pasurisë. Për antarët e Eri Business Academy, këtë koncept e kam përsëritur pafund. Por për ty kjo mund të jetë diçka krejt e re. Është shumë i thjeshtë, por jashtëzakonisht i thellë. Ky parim nuk është teori, edhe nuk është kështu filozofi. Nuk do ta gjesh nëpër libra, është thelbi i 15 viteve eksperiencë reale në financa dhe biznes që unë kam, në terren, në praktik, në betejë reale. Ky model të jep kush, çfarë dhe pse dhe kur ka lidhje me para. Okej? Struktura të trekëndshit të pasurisë. Tani ky trekëndshit të pasurisë ka 3 pjesë. E para është high income skill, aftësitë që prodhojnë të ardhurat e larta. Pjesa e parë quhet aftësi me të ardhurat e larta, high income skills. Si e përkufizojmë këtë? Unë një aftësi me të ardhurat e larta e quaj të tillë. Ka potencialin të gjenerojë mbi 100.000 euro në vit, ose rreth 10.000 euro në muaj. Pra, ka potencial real për të prodhuar mbi 100.000 euro në vit. Në këtë fazë, ti shkëmben kohën për para, por po e shkëmben kohën për para të mëdha. Ti po e përdor aftësitë tua, eksperiencën dhe talentin tënd për të krijuar vlerë në treg. Dhe tregu të paguar për këtë. Pra, po shet kohën tënde, por për vlerë të lartë. Shembull, për shembull, copywriting në nivel të lartë, konsulencë, menaxhimi i rrjeteve sociale. Kam një mik për shembull që është konsulent financiar dhe ai fiton mbi 100.000 euro në vit. Dhe kjo është aftësi me të ardhurat e larta. Çfarëdo lloj aftësie që po mendon tani, nëse ka potencialin të prodhojë këto shifra, hyn te kjo kategori. Tani pse është e rëndësishme kjo? Sepse aftësitë me të ardhurat e larta ty të japin të ardhura, komoditet, stabilitet. Ato janë baza e trekëndshit të pasurisë. 2. Scalable business, biznes i shkallëzueshëm. Pjesa e dytë quhet biznes i shkallëzueshëm. Çfarë do të thotë kjo? Një biznes që mund të rritet pa shumë infrastrukturë, pa shumë staf, pa shumë shpenzime fikse. A është restoranti scalable business? Pra, a është restoranti biznesi shkallëzueshëm? Jo! Sepse sa herë që do të hapësh një restorant tjetër, të duhet qera e re, të duhet investimi madh, rinovime, staf i ri. Ndoshta është biznesi online, ndoshta është e-commerce, por duhet të jetë diçka që rritet pa rritur proporcionalisht kostot. Pra, dhe njerë ka thënë, është një biznes që rritet, shkon lart, por pa rritur proporcionalisht kostot. Pra, unë dyfishoj kostot, më rritet dyfish biznesi. No, unë du paka shumë trin kostot njësoj edhe të më rritet biznesi. Kjo është scalable. Tani pse është i rëndësishëm biznesi scalable, i shkallëzueshëm? E para, sepse aftësitë me të ardhurat e larta, ty të japin të ardhura. Biznesi i shkallëzueshëm të jep cash flow. Cash flow. Kjo është arsyeja pse ky është hapi i dytë. I biznes scalable. E treta, investim me kthim të lartë. High return investment. Pjesa e tretë quhet investime me kthim të lartë. Si e përkufizojmë këtë? Një investim që gjeneron minimumi 10% kthim vjetor, vit pas viti. Jo vetëm një herë, jo këtë vit, por çdo vit. Këto investime
nuk janë për të ardhura mujore, janë për të ndërtuar atë networthin tënd, pasurinë tënde. Tani pse tregon që i pasurisë është kaq i fuqishëm? Ja pse ky model është i thellë. Aftësitë me të ardhurat të larta, ti i bën parat, ti prodhon para. Biznesi i shkallëzueshëm, sistemet, njerëzit bëjnë parat për ty. Kujdes, biznes i shkallëzueshëm. Treta, investimet me kthim të lartë, paraja bën para për ty. Tre mekanizma krejtësisht të ndryshëm. Gabimi më i madh që bëjnë njerëzit, shumë njerëz më pyesin: çfarë biznesi duhet hap? Çfarë biznesi duhet hap? Ku duhet të investoj? Ky model i përgjigjet të gjitha këtyre pyetjeve, sepse je në fillim dhe pyet: çfarë biznesi duhet hap? Përgjigjja ime është asnjë. Kur më pyesin, shiko, çfarë biznesi duhet hap, dhe mos hap asnjë biznes. No, mos hap biznes pa aftësi, pa eksperiencë, pa njohuri reale biznesi. Hapi parë është gjithmonë zhvillo aftësinë në të ardhurat të larta. Pra, atë high income skill-in. Bëje 10.000 euro në muaj. Së pari, shkëmbe kohën për para. Nuk ka asnjë gjë të keqe, është okay. Vetëm kujdes. Çfarë thashëm? Shkëmbe kohën për big money, për para të mëdha, sepse kjo na jep stabilitet.